Zonja dhe zotëri, mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur një foftesë edhe këtë tentë këtu në televizionin Sot 7. Edhe sonte do të kemi një foftesë kushtuar muajit madhërueshëm të Ramazanit. Në këtë kuadër, Xhamia Ebu Bekër në Pogradec ka organizuar një simpozium me temë Ramazani, mysafiri i shpirtit. Së pari ju ftoj të ndjekim një material dhe më pas do të kthehemi në studio të prezantojmë të ftuarin. Në kuadër të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, Xhamia Ebu Bekër në Pogradec pas ditën e së mërkurës organizojnë sallën e Pallatit Kulturës simpoziumin me temë Ramazani, mysafiri i shpirtit. Ligjërues të simpoziumit ishin Sabaudin Jashari, Bekir Alimi e Fatmir Baçi, të cilët nxorën në parë rëndësinë dhe vlerat që mbart për besimtarët musliman muaji i shenjtë i Ramazanit. Vlera e disiplinës është një nga vlerat madhore që në aktualitetin tonë unë mendoj se është e nevojshme më tepër se kur do herë tjetër. Më tepër se kur do herë tjetër. Për të realizuar atë mision të madh me cilin na ka ngarkuar Allahu Madhëshëm Zoti i Gjithësisë. Njëkohësisht le të marrim aspektin e prapër që ndrojmë me fjalë të gurdi për të mirë dhe të ndalimi nga e keqja. Është e pamundur që të bëhet ndryshim që na e kërkon Allahu Madhëshëm Zoti i Gjithësisë, nëse ne nuk jetojmë me shqetësimin e të tjerëve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam urdhëron e thotë, më i miri prej besimtarëve është ai i cili që jeton me robët e Zotit dhe duron të këqijat e tyre. Na kemi asete, kemi njerëz të mëdhej që fatkeqësisht flas si shqiptar përgjithësi tani jo vetëm për Shqipërinë, shpesh nuk dinë ku aty vlerën e këtij vlerësi. Rasti vllaut ton Fatmir Baçit, me peshën akademike dhe intelektuale që e ka, rasti i profesorit Jan Zekrit, njëjtë domethënë me peshën dhe vlerat akademike që ka, rasti i vllaut ton Ervin Hativi që gjithashtu me peshën e madhe që ka, i kemi asete që shumë popull do i donin të kenin në mesin e tyre. Mirë, po parashtrohet pyetja sa na vati vlerën, kjo ngelet për të dhënë një përgjigje të saktë. Vetëm në Ramazan njeriu na ndalon veten nga e natyrshmja. Dhe kjo është veçoria që ka Ramazani, paktën që unë mendoj se Allahu xhaleshanuhu e ka veçuar atë nga shtyllat e tjera të besimit. Në përgjithësi kur flasim me njerëz që nuk kanë hyrë në fe dhe nuk janë fal, kur i pyesim pse nuk vjen në xhami, ai thotë zakonisht thonë kështu, unë nuk vjedh, nuk vras, nuk shaj, nuk bëj gjëra të turpshme e tjerë, dhe s'kam se të vim në xhami. Ky është justifikim faktikisht, por substanca është që feja nuk është të mos bësh. Feja është të bësh. Ky është muaji i mëshirimit të ndërsjellët, muaji i faljes dhe mirëkuptimit për përballimin e sfidave në të cilat ndodhemi dhe ato që do të na presin. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka vlerë të madhe, prandaj njerëzit përmes sakrificave, veprave të bamirësisë, lënies anash të mospajtimeve, duhet të jenë më solidar me familjet në nevojë e të shtrinë dorën tek njëri tjetri për punë më të mbara. Ndërkohë, si kundër e ndoqet edhe nga kronika, një nga ligjëruesit kryesor të këtij simpoziumi të zhvilluar në Pogradec ishte Hoxh Bekir Alimi. Kam kënaqësinë ta kem sërish në studio për herë të tretë. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, është nder që të jemi bashkë me ju në këtë emision që e udhëhiqni. Dash Zotit jemi edhe radhave tjera. Pse jo? Kënaqësi dhe për mua. Do doja të ndalesh pak tek fjala juaj tek ky simpozium, ku përqendrua ajo? Pjesëmarrja ime në këtë simpozium ishte me një temë Ramazani, shkollë e edukimit praktik. Gjithë ne e dimë se edukimi i njerëzve kalon në dy faza kryesore. E para është pjesa e informimit teorik, pjesa e dytë është domethënë zbatimi praktik i atyre gjërave që i dimë na. Dhe Ramazani është një shkollë e cila bën edukimin praktik të shumë vlerave në të cilat thret feja islame dhe i mëson besimtarët nëpërmes mësimeve të ndryshme që burojnë nga Kurani i famëmadh dhe urtësitë dhe porositë e të dërguarit të fundit profetit Muhammed.
Dhe për këto arsye unë mundova që të spikas 4 nivelet e përfitimeve që mund t'i ketë besimtarin këtë Ramazan, si vlerat të cilat duhet t'i shënojnë besimtarët në shënimet e veta dhe të mundohen që t'i përvecojnë këto vlera, duke filluar nga pjesa e asaj shpirtërores, besimores, pastaj edukatives, pastaj asaj morales dhe në fund asaj sociale. Shtylla kryesore në fakt që mbajnë jetën njerëzore. Po, mua ajo që sikur se edhe thatë, kush analizon vetëm nivelet e kupton se realisht për një me Ramazanin që ka një shkollë e përkryer e një edukimit mirëfillt, për cilin edukim kemi nevojë gjithë na sot, sepse njerëzit nga materializimi i skajshëm i jetës së tyre, vlerat morale dhe ato shpirtërore vetë se janë spostuar nga jeta e përditshme, edhe nëse gjendet në një vend sakral, në një xhami apo në një kish, në vende tjera nuk gjendet. Kështu që ky simpozium i cili ishte publik dhe i dedikohet gjithë qytetarëve të Pogradecit, realisht del nga muret e objekteve sakrale në komunikim me gjithë shoqërinë, sepse nevoja është për gjithë. Na gjithë kemi nevojë të këndjellemi shpirtërisht dhe të mundohemi që të japim një shije më të madhe jetës sonë shoqërore, ku vlerat morale dhe ato humane do të jenë spikatura. Mbeten të diskutuara në fakt. Po na do i spikasim për t'i rikthyer ato gjithë pranishme në jetën tonë, që kalon jeta në normalitetin e mëhershëm që kemi pasur, sepse sikur se e shohim të gjithë na, do thotë nuk është në suazat e normales. E kuptoj. Fjalën tuaj në fakt ju prekët sot edhe intelektual si Ervin Atibi, Rudian Zekthi, Fatmir Baçi, i quajtët vlera të besimit. Unë këto i përmenda se i kam meq, po nuk është e përcaktuar vetëm në këta 3 emra. Po, patjetër. Po është një kulturë e gabuar e cila veç kohëve të fundit dominon, njerëzve të afërm që kanë vlera të mëdha, ne nuk dimë t'i vlerësojmë ato, edhe i lëm në harres, nuk u japim mundësinë e kontributit tyre për zhvillimin tona shkencore, megjithëse këta 3 emra që përmendëm janë njerëz që merren me botën e letrave dhe botën e mendimit. Sot askujt si intereson bota e letrave dhe mendimit, dhe për atë arsye nuk çan kokën kush domethënë t'i gjejë hapësirë për të vazhduar me shkrimet e veta ose me prezantimin e mendimeve të tija, dhe ata detyrohen ta praktikojnë këtë vend jo për shkaqe ekonomike siç e praktikojnë një pjesë e madhe e popullit ton, por thjesht për shkaqe se nuk i jepet merita rëndësia e duhur, edhe ata domethënë gjejnë vende të tjera ku qëndrojnë dhe jetojnë. Edhe ne kemi nevojë, gjithë shoqëria jonë kemi nevojë të tregojmë se vlerat intelektuale dhe vlerat morale janë vlerat më të rëndësishme në zhvillimin e një kombit. Nëse kemi një intelektual të mirëfillt, të cilët nuk vendosen në shërbimin e agjendave ditore, politike, ekonomike kështu me radhë, por merren kryekëput me zhvillimin e mendimit dhe analizave të fenomeneve filozofike dhe religjioze dhe atyre të orientalizmit, do na ndihmoni neve shumë për të hap biseda dhe debate ku do të jetë pjesë e kritikës bazë në zhvillimin e këtij mendimit, dhe do kalonim në një popull, pasi që jemi një popull goxha i madh në Ballkan, në një popull i cili do ofronim mendim për problemet dhe rrethonat që na jetojmë. Dhe kjo është shumë mirë e përshkruar në analizat fetare, se njeriu kur jep bëhet i madh, kur merr ai bëhet i vogël. Realisht i pasuri në të gjitha aspektet, jep i varfër në të gjitha aspektet merr. Tani nëse flasim për botën e mendimit, në momentin që ti jep mendim, jep zgjidhje, jep ofertë, bëhesh i madh. Në momentin që ti je konsumator i ofertave të tjera, ti ngelesh popull i vogël. E këto brenga fatkeqësisht nuk i ndëgjoj se bëhen muhabetin për okulare të ndryshme akademike intelektuale, domthonë apo studio. Edhe tani unë i përmenda si emra për të treguar se do të ishte mjerim i madh që ata vite me radhë kalojnë jashtë, që flitet për 15 vite më tepër, kurse me shkrimet e veta do të pasuronin domethënë botën intelektuale të vendit tonë. Edhe më tej. Ju thatë pak më herët mendimi kritik mungon. Po. Si kudo në çdo hap, le të themi, të zhvillimeve të rëndësishme të këtij vendi. Kush është përkufizimi ose mendimi juaj në tërësi për mendimin kritik? Do thotë, gjitha fenomenet me të cilat ballafaqohem ato, na duhet t'i analizojmë mirëfillti nga afër, duke analizuar thellësirat e veta. Pastaj duke analizuar do thotë rrethonat që ne jetojmë, përshtatshmëria e tyre, dobia që kemi prej tyre. Pra duhet një reflektim. Po, gjithsesi, analizë e mirëfillt në të gjitha dimensionet dhe për të marrë më të mirat që na kemi nevojë për ta zhvilluar, sepse njeriu nuk është qenie vetëm materiale.
Edhe nuk duhet analizu vetëm pjesën e ushqimit material ose ajo që kalon në konsumatorizëm. Po aspekti shpirtëror dhe intelektual janë më të rëndësishme. Edhe na në këtë aspekt duhet të jemi shumë kritik edhe të ngjallim sidomos tek brezi i ri që na vjen, sepse realisht me këto sulmet e mëdha të teknologjisë moderne, internetit, të rrjeteve sociale, ne çdo vjet e më tepër kemi më pak informata të sakta tek mendja e njerëzve dhe kemi përplot informata të pasakta, ajo që quhet fake news ose fake informata. Edhe në kësi situata se në përkufizimet fetare, ignoranca është dy nivele. Ignoranca e thjesht kur nuk i din gjërat. Ignoranca e komplikuar është kur nuk i din. Kur e di të kundërtën asaj që është. Aha, dhe i ngaturoj. Po. E tani për shembull na kemi do të arrijmë situatë ku një pjesë e madhe e rinisë do të jenë të informuar me informata të gabuara, edhe do kemi problem tash dy nivele të angazhimit. E para do të qartësojmë dezinformata që kanë ata, e pastaj të mbjellim informata të sakta. Do të neve na komplikohet procesi i përhapjes së informatave të dobishme tek rinia. Këtë situatë do të thotë mendimi kritik, analizat, debatet, do të dhënia rëndësi programeve të zhvillimit intelektual, leximit, për shembull neve nuk di që ka ndonjë qytet ose Ministria e Kulturës ose Bibliotekë qytetit konkurs për lezuesi më të mirë. Në fakt funksionojnë se forma të vogla. Mirë, po nuk është nivelli që shtetit, nuk është për shembull për të dhënë bursa për shembull që të studiojnë në Cambridge, në Oxford ai që është. Jo. Duket këto janë gjëra të reale që ne shumë e largët. Po mirë, po pa këto na mund ndryshohemi. Ka ardhur momenti, është emergjencë e ditës në fakt që duhet. Gjithsesi, po shife, unë mendoj se njeriu si person, lere si shtet, nuk ka vlerë pse ka shumë lek. As ka vlerë pse ka famë. Vlera e tij personale, subjektive që në diturinë që ka. Është emri. Investimi, po. Edhe nëse ai nuk ka diturit mjaftueshme, do thonë ai mund të jetë i rëndësishëm për shembull në Pogradec, po i parëndësishëm të në Korçë. Se famën e ka në Pogradec. Mirë, po kur të ketë dituri, për shembull nuk jam i Pogradecit. Mirë, po njerëzit i Pogradecit më vlerësojnë për diturinë që kam. Edhe ne dëshirojmë që gjithë të jemi të këtillë. Edhe ma të famshëm se kaq me diturinë që kemi. Është vërtet. Për shembull, na kemi një shembull shqiptar, tani më kujtu për moment, është një dietar i shkencave islame me origjinë nga Shkodra, quhet Muhammed Nasiruddin Albani, shqiptari. Ai ka lind në Shqipëri në Shkodër, po ka jetuar në Damask të Sirisë dhe ka jetuar në Amman të Jordanisë, dhe aty ka ndruar jetë. Mirë, po atë njeri e njeh e gjithë bota islame, domthonë 2 miliard njerëz, edhe sidomos pjesa intelektuale e tij, profesor doktor universitar, gjithë e njohin atë. Është simbolike. Emri i tij është më i madh për shkak të diturive që kishte. Po ngela në Shkodër, të mos merrej me diturijet, merrej me gjërat e zakonshme që merrim na. S'do njifte as lagja e tij. Edhe andaj unë e them, ne gjithë kemi detyrë dhe obligim të spikasim këto tema, të merremi me botën e mendimit, me analizat kritika, që të zhvillohemi ne fundit kënaqësinë që të jep kjo bisedë, kjo debat është më e madhe se kënaqësia e fitimit të lekëve në një biznes, për biznese që për njerëzit. Është vërtet. Mos keq kupton, nuk kemi kundër as biznesit, as ekonomisë, se nuk kemi ka lindje keq kuptimi. Jo, po ne themi hajde të kthehemi të japim një hapësirën e duhur ose një hapësirë mendimit intelektual, mendimit kritik të munduar, analizës të theluar. Po. Që shoqëria të ecë përpara. Mos mbetemi në vend numëro. Shife, kjo i arrit vlerën e shoqërisë. Gjithë na bëhemi, do thonë, si shoqëri, si shtet, bëhemi me vlerë më të madhe. Edhe në anën tjetër, pastaj ne i kthehemi edhe fitoreve tjera demografike. Për shembull, na kemi problem e shpopullimit të vendit. Po, lëvizje etiketë, lindjet, vdekjet. Ato vijnë për shembull për dy elementi demografik, po. E para do thotë për arsye mungesës funksionalitetit të shtetit, institucioneve shtetit, edhe e dyta mungesa e të ardhmes ekonomike. Megjithëse ekonomia nuk është çdo domethënë problem, mirë, po mungesa e funksionalitetit të shteteve tona ose institucioneve shtetërore bën që njerëzit të jenë pa kënaqur. Edhe lypin domethënë jetë më komode, jetë ku e ardhmja e tyre është më e garantuar, sepse s'ka garancë asnjëherë, mirë, po aspiratat e tij malet realizohen. Në kësi situatë, domethënë na kemi nevojë për të ridimenzuar gjërat, që t'i kthejmë binaret e veta. Edhe normalisht pastaj t'ju japim vlerat gjërave sipas meritës që kanë. Bëjmë një renditje të vlerave për cilat dimensionim. Edhe kjo sigurisht do t'ja shohim hajrin gjithë ne.
Po patjetër, më pëlqeu kjo zje shoj Majrin. Se në fundit ky është investimi. Po kjo jeta shoqërore varet prej me prej teje. Ne shpesh herë për shembull flasim për fenomene shoqërore, po fenomene shoqërore i prodhon individi. Do thotë një grup individësh e formojnë një fenomen. Edhe andaj tani ti kthehemi edhe analizës fetare. Andaj feja i dedikohet individit, po nga individi kërkon kontribut shoqëror. Patjetër janë të lidhur. Po, sepse kryekput merret feja me ndërtimin kualitativ të individit. Andaj adhurimi kërkohet prej tij si individ. Falja kërkohet prej tij si individ. Agjërimi kërkohet prej tij si individ. Mirë, po këtë individet nëse i nështrohen këtyre urdhave hyjnor, atë themrojnë një komunitet. Dhe ai komuniteti pastaj do të ketë brengën jo vetëm të njerëzve brenda komunitetit, por edhe njerëzve jashtë komunitetit. Dhe kjo është madhështia e fesë. Si rrafë e ujit që përhapin idenë, mendimin. Edhe kjo është madhështia e fesë sepse njeriu e bën altruist. Po. Nuk e bën egoist. Domthonë edhe puna e agjërimit. Jo më vjen mirë që vendosin theksin tek altruizmi sepse është harruar tashmë. Po materializmi, kjo është ajo lufta se feja islame me rregullat e veta e lufton egoizmin dhe lakmin. Sepse ato e bën njeriu pa ndjeshëm për tjetrin. Shumë e vërtetë. Realisht për shembull te ne muslimanët, profeti Muhammed si thot, nuk është besimtar. Ai njeri që nuk jeton vllaut të tij atë që jeton vetvetes. Do thotë nëse unë edhe ti nuk jemi të një rangut ekonomik të me qenjes. S'mund të jemi në besimtar nëse rri rahat e ti je për shembull me kategori më të ulët sociale. Nuk ka vlerë disë nivelli. Shqipënallën tjetër që thot profeti Muhammed, gjithashtu, nuk është besimtar ai që bie në gjumë natën të flen e komshiu i tij është i urritur. S'mund është të jesh rahat e komshiu të vun për gjërat elementare. Shifë edhe një send praktik. Po si mund të jetojë mirë nëse ti për shembull je keq, edhe ti për shembull gjithë natën shan, për shembull. Për shkak të gjendjes të keqe që ke. Edhe mos je rahat. Domthonë, kur do bëhem në rahat, kur do bësh ti rahat. Edhe kjo është shumë e thjeshtë. Për shembull, rruga që ne përdorim na, s'mund të jetë veç para me e mirë. E kuptoj edhe për komshiun. Është kjo idea e altruizmit përgjithshëm më kujtohet një roman të Recep Qosës, Vdekja vjen për syve të tillë, ku ka një sentencë nga Kurani, fqinje mirë si dera e xhenetit edhe fqinje keq si dera e xhenemit. Është kjo që sapo thon. Sigurisht. Shive, ajo që unë mendoj se feja e spikat edhe ngacmon shpirtin e njeriut është që mos jesh rahat asnjëherë ti derisa nuk bën rahat gjithë shoqëria po kjo është simbolika e përgjithshme, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Po, sigurisht, normalisht se ajo është njerëzit, shoqëritë, politika kërkojnë, po. Rrethet për shembull fillon prej familjes, pastaj komshiut, pastaj domethënë rrethet, pastaj qyteti, pastaj qytetet të rreth, pastaj shtetet të rreth, normalisht ajo. E kuptoj konceptin. Po, edhe ajo përhapet faktikisht, shife, nuk është lehtë, tash na e flasim teoretikisht edhe e bëjmë gjithë bardh. Po do dalin njerëzit gjallëzor. Do e pengojnë, sepse dikujt i pengon qetësia, i pengon paqja. Dikush përfiton nga zhurma, dikush përfiton. Po, mirë, po këtu është ajo konzistenca që duhet ta kemi gjithë na. Rezistenca, insistimi, mos dorëzimi. Njerëzit duhet të jenë të dobët, po pikërisht nuk duhet të dorëzohen të keqja. Kjo është ajo që neve na jep feja, sepse fundit e di pse njerëzit dorëzohen. Se kanë aspirata materiale, edhe presin shpërblime materiale. Në momentin që nuk arrin aspirata materiale dhe shpërblime materiale, ai tash thot, una kot që u lodha. Na themi nuk është kot. Se neve si besimtar, nëse nuk na shpërblen njeriu, na shpërblen Zoti. E para, e dyta do thot na fatgjat është rregull hyjnor, edhe rregull real. Kush punon, fiton. Nëse nuk t'jepet fitimi në raundin e parë, do t'jepet në dytin, më në dytin, në tretin. Pra dalim tek durimi. Po, sigurisht, edhe kjo është shkollë domethënë që e kalon në Ramazan, se abstenimi nga nganja dhe pirja, domethënë ti e shef ujin para vetes dhe nuk pin. E ke ushqimi para vetes dhe nuk han. Kjo t'jep domethënë vet kontroll edhe durim. Sepse durimi në konceptet islame i ka 3 nivele. E para është durim në zbatimin e urdhnave hyjnore, e dyta durim në largimin prej ndalesave fetare, sepse ato nuk janë të lehta, për shembull njeriu supozojmë domthonë mësohet me një veprim që është i ndaluar fetarisht, ato i vjen ndalesa, ai nuk e ka lehtë ta praktikojë ata. Dhe e treta është durimi gjatë fatkeqësive që ndodhin në jetë. Edhe aty, ne zakonisht e kuptojmë vetëm këtë fundi, sepse flasim për durimin kur kemi fatkeqësi. Realisht edhe në projektet e hajrit, projektet e mira që i ke. Duhet të durim njeriu. Po, jesh konsistent, kërkon durim. Po, kjo konsistencë duhet të prek edhe shkallën e durimit. Se po ndryshe nuk mund të arrish qëllimin tan.
nxënësi në shkollën fillore, nëse s'ka durim, nuk e përfundon. Shkollë të mesme, në fakultet, ju si udhëheqës e misioni, si mos keni durim me ne edhe me ekipin, nuk mund të realizoni misionin. Ekipi, andaj tek ne muslimanët durimi quhet në gjuhën e fesë gjysma e besimit. Edhe Zotën feja islame ndahet në dy pjesë. Një pjesë është durim, një pjesë është falënderim. Edhe këto janë, do thotë, gjërat më sublime që duhet të kenë njeriu në jetë. Normalisht fillimisht janë karshi Zotit, pastaj edhe karshi njerëzve, po tash si ka mundësi shembull ju të më bëni një të mirë mua. E unë mos jam falëndërues ju. Drejt. Tani e kundërta, shife, ju e bënat një të mirë ndaj meje dhe unë nuk falëndërova. Çka kërkohet prej te? Durim. Ndaj mos mirënjohjes time. Edhe shife, nëse unë jam mirënjohës ndaj jush, normalisht do të kënaqesh me këtë mirënjohje, se është një lloj shpërblimi i mundit tan, edhe do jetojmë në paqe dhe harmoni. Në mungesë të mirënjohjes time ti do kesh durimin dhe përsi do jetojmë në paqe dhe harmoni. Realisht kjo do e mbron shoqërinë për gjitha devijimet që ndodhin. Shpresojmë që të ndodhë kështu dhe të bëhet më mirë. Pra durimi mbetet kryefjala e ekzistencës sonë. Mirë, i nderuar Hoxh, ne do të kalojmë në publicitetin e parë, do të kthehemi në pjesën e dytë këtu në Infoftesë. Publicitet. Hapësira publicitare nga ka rikthyer sërish në studio. Zonja dhe zotërinj, ju kujtoj që jeni duke ndjekur Infoftesë këtu në Sot 7. Me mua vijon të jetë i ftuar në studio Hoxh Bekir Halimi. I nderuar Hoxh, do doja t'ju pyesja se sa lidhje ka Ramazani me individin personalisht, do me thënë konkretisht në një figurë, si kundër është figura e një hoxhe, përballë besimit. Çfarë kuptimi ka Ramazani për ju personalisht? Po, në rrafshin individual, për mua Ramazani është një moment cilën Zoti i Madhërisht më ofron mua, që nga ajo kohë e thatësirës shpirtërore brenda 11 muajve të kaluara dhe krizave të ndryshme të ballafaqimit me probleme materialiste, të kem momentin e ringjalljes time shpirtërore. Ashtu edhe profeti Muhammed e përmend Ramazanin si moment i frymëzimeve të mëshirës së Zotit. Dhe besimtari normalisht e rrit dozën e adhurimit dhe përkushtimin të karshit të madhit Zot, dhe me këtë e fisnikron shpirtin e tij dhe e shton humanizmin e tij. Realisht njeriu përmes Ramazanit e fillon një betejë me egon e tij, cilën betejë ai del fitimtar, pasi që edhe ndihma e Zotit është e pranishme aty. Pasi që ky muaj në ç'kuptim me egon, me durimin. Jo, egoja do thotë është një grumbull i veseve, që është lakmia aty, që është pasioni për të ngop barkun, për të privuar. Po, pasioni për marrëdhënie intime, pasioni për pushtet, pasioni për famë. Janë një grumbull problemesh që të tundojnë, të largojnë nga edhe atone ideja e besimit. I mveshen shpirtit, egos, dhe ti ke nevojë të ballafaqohesh me të për ta pastruar shpirtin tënd për këtyre veseve që të janë ngjitur. Edhe kjo është ajo pjesa e luftës që në Ramazan neve kemi malet, sepse sipas traditës profetike islame tregohet se në Ramazan djajt janë të prangosur. Shpirti, egoja, e cila ushqehet me ushqimin e stomakut, dobësohet. Dhe na gjithë e dimë, për shembull, njeriu kur është i uritur, nuk e ka fuqinë për të vrapuar pas pasioneve sikurse kur është i ngopur. Përkundrazi, do thotë sikurse thotë Indjeri Ali Izbegoviçi, kafsha vetëm kur është e uritur bëhet agresive. Është njeriu e kundërt, kur është i ngopur bëhet agresiv. Agjerimi realisht e shëron këtë agresivitetin tënd për në lakmin për gjërat materiale. Në këtë situatë kur ti e ki urinë fizike edhe ki prangosin e djajve dhe ki një adhurim shtesë të agjerimit që me te e rrit për kushtimit të ankashi Zotit, bësh më i fuqishëm këtë ballafaqim me egon tonë dhe vese që i ki dhe të ndihmon për të kalu edhe ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme për moment, se nuk është një ditë, po janë 30 ditë plota. Një muaj. Që do thotë çdo ditë ti e ke të njëjtën betejë. Edhe kur një gjë përsërit ajo gdhendet. Nuk arrohet. Edhe realisht ti kalon nga ky muaj i bekuar Ramazanit me një përvojë të re, faktikisht me një shprehi të re që ti e merr me vete dhe ajo e mbart me vete dhe të ndihmon pastaj edhe muajit të ardhshëm. Pra bëhet deri në Ramazanin e ardhshëm. Shifë tash edhe kjo element është i rëndësishëm. Pse s'është një herë në jetë Ramazani? Por është vjet. Sepse njeriu nga dobësia që ka tundoset shpesh. Dhe situatat e rrethonat tundimi do ta bëjë të harronte pastaj. Po, edhe ai domon i rikthehet përsi kjo shans që ai të rikuperon shpirtin e tij, të rifreskon dhe rigjalluron besimin e tij, dhe kështu që çdo herë të jetë më i avancuar dhe në udhëtimin e drejt Zotit, në gjithë udhëtimin drejt Zotit.
Ndoftimet i drejt Zotit mos ngelet, do thotë, i pa fisnikruar shpirtnisht, që në momentin kur t'i adorozon shpirtin Zotit, që Zoti i kënaqur me ta. Kjo është ajo që domthonë na e kuptojmë personalisht domthonë këtë Ramazan. Ju në fakt simpoziumit i kishte vendosur tokë fjalë që mysafiri i shpirtit. Ramazani mysafiri i shpirtit. Po, sepse Ramazani ka është objekt. Do thotë, është element që ka të bënë me shpirtin, është një adhurim shpirtnor, është një përkushtim karshi Zotit, në nështrim karshi urdhrit të tij, megjithëse ka elemente materiale të punë e abstenimit nga ngrënia dhe pirja. Po ato janë thjesht nga besimi në Zot, se për shembull mund t'i thuash vetes edhe t'i thuash vetes musliman, por nëse nuk ka agjeron, mund të nuk e ke lidhjen e fuqishme me Zotin tënd. Ai thënia që je musliman është formale, andaj na zakonisht duhet gjetur ky lloj komunikimi, kjo është ajo që i themi, na i themi gjithë njerëzve në përgjithësi, muslimanëve në veçantë, e keni momentin për ta riforcuar lidhjen tuaj me Zotin. A dini sa është i rëndësishëm komunikimi në momente shembull ti humbesh me një mal edhe s'ka jetë aty. Futesh në majën e një gurit, kërkon varë të telefonit. E tani Ramazani është mundësia që ti lëmë janë këto gjëra. Ti jep këto mundësi të komunikimit me Zotin me lehtësi më të mëdha. Edhe çdo pengesë që ekziston në komunikim me Zotin eliminohen. Dhe për këtë arsye themi na shfrytëzoni Ramazanin. Filloni me agjerim Ramazanin. Madhëroni e Zotin, do të thonë me agjerim, do e shefni vetë ju freskinë shpirtnore, ringjalljen e shpirtit tuaj dhe begatitë e shumta që do të sjellë në jetën tuaj pastaj ky adhurim ndaj Zotit. Dhe andaj është quajtur domosdoshmë Ramazani mysafiri i shpirtit sepse i dedikohet shpirtit dhe përfituesi kryesor është shpirti. Zaten në definimin e agjerimit në citatet kuranore, do thotë që themi në ajete që flasin për agjerimin, thotë o ju besimtar, ju është bërë detyrë dhe obligim agjerimi siç ka qenë detyrë dhe obligim për popujt para jush. Pse kjo që të bëheni të devotshëm? Devotshmëria ose devocioni ose përkoria, domthonë është cilësi e zemrës ose shpirtit. Edhe andaj jo rastësisht domthonë është emërtuar Ramazani mysafiri i shpirtit, sepse realisht këtë rast na i flasim zemrës dhe shpirtit që ajo të fisnikrohet, ajo të zbardhet nga mëkatet, ajo të pastrohet prej veseve, që pastaj sepse është tek ne muslimanat komunikimi i Zotit ndodh me zemrat e njerëzve, me shpirtin e tyre. Më pëlqeu në fakt metafora e zemrës. Po. Ai është bazike, shife, Kur'an kemi na ajetin kuranor ka Allah më thotë, ditën e ringjalljes, ditën që nuk bën dobi pasuria, as familja, për të bën dobi zemra e shëndosh. Do zemra e cila është e bardhë. Edhe shëndeti këtë rast është abstrakt, gjithsesi nuk është konkret. Po ashtu sikur se njeriu i shëndetshëm është vital, ashtu edhe zemra e shëndetshme është vitale. E Zoti i Madhërisht kërkon që zemrat tona të jenë vitale, të jenë shëndetshme. Mos lejojmë të smuren me dyshime apo epshe, po të ngelen të mbrojtura prej edhe me dyshjeve, edhe epsheve, e të vazhdojnë ti kupton gjërat e duhura dhe të mira dhe ti zbaton ato. Realisht të bëhet një besimtar i përkryer, i devotshëm, i cili do të rezulton energji pozitive dhe do a ketë breng edhe të tjerëve për gjendjen e tyre sikur se ka breng vetvetes. Edhe realisht prania e tyre besimtarëve në mesin ton do jenë një rrezë drite që do e largojnë errësirën prej mendjeve, zemrave, shpirtnave dhe jetës sonë në përgjithësi. Kur mendoni se ky mision është i përfunduar i kësaj rrezës së fortë të dritës, se duket sikur njerëzit e kërkojnë në fund tunelit edhe ndonjëherë dhe dorëzohen. Gabim më i madh është që dorëzohen, sepse është e vërtetë se nuk mundet askush prej neve ose shumica prej nesh nuk mund të arrijnë përshtatshmërinë në këtë proces me raundin e parë, me agjerimin e parë. Sigurisht do i duhen disa agjerime për të avancuar veten e tij, për të arrimar veten e vet dhe për të arritur maksimumin e asaj që mundet. Tek ne në gjuhën e fesë vazhdimi në procedurën e adhurimit Zotit është proces i cili nuk duhet ndërpritet deri në fund të jetës. Dhe kemi një porosi hyjnore nga Zoti i Madhëshëm, adhuroje Zotin derisa të vjen vdekja. Kjo është një. E dyta, përpjekja dhe mundi është konsistent i vazhdueshëm gjithsesi. Gjithashtu Allah marrin një shpërblim ndoshta në botën tjetër, në jetën tjetër. E para edhe shpërblim këtu s'ka me mungu, sepse nuk ndodh që Allahu mos ta shpërblej njeriu për mundin e tij. Zakonisht kur njeriu përpiqet dhe mundet, fillimisht shpërblehet që në këtë botë, me mirësi të ndryshme, pastaj plus shpërblimin në botën e mëtejshme. Mirpo, ajo që më e gabuar në këtë situatë është dorëzimi. Dorëzimi është gjë më e papranueshme, andaj i dërguari i Zotit e ka një porosi të jashtëzakonshme që unë e përmendi në një kontekst tjetër të
jashtë kësaj bisede, po në këtë rast vlen ta përmendim se veprat më të dashura të Zotit janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Që domthonë vazhdueshmëria e veprave të mira neve do na sjell suksesin gjithsesi. Hapasapi mos dorëzohet. Po, edhe në moment që ti dorëzohesh ti e humb. Kështu që themi na mos u dorëzo, të mirat se mund të jetë edhe testim i vullnetit dhe sinqeritetit, që Zoti i Madhëshëm mos jep të gjitha gjërat që dëshiron ti në start, në fillim. Po ti vonon që të shoh sa je i sinqert, sa je i vullnetshëm. E zakonisht sinqeritet e vazhdojnë. Jo, më pëlqeu mos u dorëzo, mos u rëzo. Jemi brenda një konotacioni për ta prekur atë dritë në fund të tunelit. Duke jemi tentu duke e shtyr secili në mëdhon që të mos dorëzohemi, mos rëzohemi, të ecim para, se fundit si e thatë edhe ju, në fund tunelit gjithsesi ka dritë. Po na mendojmë se tuneli ka më qenë i shkurt, jo i gjatë. Do ishte okej, po në fakt shife, është e vërtetë se tuneli është i gjatë tek vendet tona. Po për jetën e njeriut ngelet shumë i shkurt. Pse? Sepse në momentin që ne është shkurtër. Po, se në momentin edhe kur i bëjmë 70 vite, 80 vite jetesë, çka themi, shumë shkurt, shumë shpejt shkoj. Në këtë kontekst e kisha se tuneli gjithsesi ka më qenë i shkurt. Jo, më pëlqen paralelizmi që i bët afërsisë, largësisë të jetës me abstraksionin në përgjithësi të pudion. Asaj që duhet të vi. Po quaj në pritjet godos, po marr Samuel Beckettin, asaj që duhet të mbri njeriu. Porosit hyjnore janë, kjo është që neve domethënë faktikisht edhe të na fistikojnë, edhe të na lartësojnë, edhe realisht na ngrisin në pozitën e njeriu që duhet ta kemi, se na kemi lënë atë pozicion. Kemi rënë nën pozicionin e njeriu. Po pse bie njeriu? Se egon e ushqen. Ignorancën e ushqen. Gjithmonë tek ego. Do thotë, pastaj pasionet e bëjnë agresiv, e bëjnë dhunshëm, e bëjnë të padrejtë. Ndoshta janë më shumë se ç'duhet. Po sigurisht. Pasionet dhe forca e tyre. Edhe ndërpresin këtë lloj kanali komunikimi. Në Kur'an janë dy komponentë bazë që përmend Zoti si arsye kryesore të dekadencës edhe degradimit të njeriut. Ignoranca dhe padrejtësia. Jo, patjetër, sigurisht unë i referohem shpesh. Folëm në fillim për të diturit, edhe diturinë, edhe analizën, edhe mendjen, edhe padrejtësia, se ajo që përmend agresivitetin e njeriut gopër, domethënë, se njerëzit kur kanë pushtet bëhen të padrejtë. Njerëzit kur kanë fuqi bëhen të padrejtë. Realisht shembull në porositë fetare islame e kundërta është e saktë. Sa më shumë që ke dituri, aq më modest duhet të jesh. Sa më shumë që ke pushtet, aq më modest duhet të jesh. Shifte sa për ilustrim vetëm profeti Muhammed kur kthehet në Mekë, nga i cili vend e kishin dëbu pas 10 viteve. Futet në Mekë krye ulur nga modestia. Megjithëse futet si shtrim, po. Mirë, po është puna se modest. Po. Edhe kjo është ajo që njerëzve, sepse është interesant, edhe dituria, edhe pasuria, edhe pushteti, edhe fama e kanë indikim çuditshëm në rritjen e dozës së mendjemallësisë dhe agresivitetit tek njerëzit. Po të mos ishte do thotë frika për Zotit dhe kuptimi që këtë këto i kemi dhuratë për Zotit, janë vetëm subjektive. Atë gjithsesi do të kishim modesti më të madhe në këtë rast. Se realisht dituria do t'i bën njerëzit modest, por na kemi pa edhe për emrave të spikatura që shpesh herë do thotë ajo dituria e madhe që ka kaluar në një famë të madhe e ka rrit dozën e mendjemallësisë dhe në çmimin të tjerëve. Që të ne muslimanët mendjemallësia është vesi më i shëmtuar, më i urryer, sepse nuk i takon njeriut. Zoti është i ploti. Nëse dikush duhet të ketë kryelartësi, është madhënia e tij. Në atë timi. Jo, në të tjerët frymorët e vdekshëm sigurisht duhet jemi modest. Po fundit jemi një material. Edhe ne e vlerësojmë të diturin. Ama i dituri kur njëherë nuk të tregon mendjemallësi ndaj masës së gjerë, s'po them të paditurit tani. Përkundazi ai sa më shumë që din, bëhet edhe më modest, edhe andaj në klasikën islame, bietarët edhe në veshmbathjen e tyre kanë qenë të rëndom si populli i thjeshtë. Kjo puna e uniformave tani është e mëvonshme. Mirë, po që ka avancuar. Po, sepse realisht dallimet nuk janë reale. Në kohën kur ka qenë dallimet e mëdha mes dietarëve dhe popullit, ata kanë qenë të veshur si populli. Se ata aq sa më shumë dije kanë pas, aq më modest janë. Edhe ajo që i ka spikat, i ka bërë dallimin, nuk ka qenë veshmbathja uniforma, ka qenë ajo që e ka brenda.
Edhe kjo është atë që neve na mëson feja dhe ajo që mos keq kuptuam, nuk jemi kundër uniformës, domosdoshmë sepse ato janë trendet tani. Duhet jemi modest, në logjikën e të menduarit të gjërave. Edhe duhet vlerësuar domosdoshmë secilin në pozitat e veta që ka, mirë, po do të them se nuk është më rëndësi uniforma, rëndësi është. Jemi përtej kësaj. Brenda asaj që nuk kemi në këtë nivel banal të diskutimit. Jo, duke pas parasysh se zakonisht njerëzit priren të keq kuptojnë sqarimet, sidomos kur kanë thellësi intelektuale. Po jeni shumë i saktë, por sigurisht dhe për audiencën mjafton ky shpjegim që sapo ju bët. Lutja dhe adhurimi gjatë Ramazanit, thëndryshe lutja dhe falënderimi. Të lëmë një në rrjetet sociale, të marrim Kuranin, të lexojmë besoj. Po. Të jemi falënderues Zotit. Po, shife, do thotë kohën e agjërimit, shife se përshkruan Zoti, do thotë ditë të numëruara. Edhe është një logjikë e thjeshtë. Çdo gjë që numërohet soset, përfundon. Edhe ditë e muajit të Ramazanit janë ditë të numëruara, ato shumë shpejt shkojnë. Ne nga përvoja jon e gjatë në agjërim, vetëm se kemi filluar me konstatu që në javën e parë përfundimin e Ramazanit. Se shkojnë ditët se kur të është jetë e organizuar, mendojnë që do të shkoj ky rregullator, po deri në fund. Edhe nëse nuk i kursen, domthonë çdo minutë të këtij muaji ti ke humbur shumë. Andaj ku përmendet puna e rrjeteve sociale. Se rrjetet sociale sot sipas analizës time janë shpërqendruesi më i madh i njeriut. Rrjetet sociale janë shpërqendrues, po është domosdoshmëri e kohës. Shife, kush e përdor në aspekt profesional, po mirë, po na flasim se fatkeqësisht njerëzit pjesën më të madhe non stop të ditës sa harxojnë nuk e përdorin për arsye profesionale, ata e shfrytëzojnë për të harxuar kohën. Është e vërtetë, shtojnë kohën. E dyta, në rrjetet sociale informatat janë shumë të vogla, edhe shumë të parëndësishme, por imponuese. Scrolli që gjendet në shumicën e rrjeteve sociale, krijon varësi. Megjithëse gjithë na e shohim edhe vërejmë se ajo që na ofrohet neve nuk ka ndonjë vlerë. As nuk është shqetësimi intelektual, as ai fetar, as ai domosdoshmë profesional. Mirë po, mu mi merr 10 minuta, mi merr 20 minuta. Na gjithë e dimi se secili telefon, domosdoshmë ka programin e matjes së kohës së harxuar në telefon, scrolling, domethënë, edhe aty e kuptojnë gjithë se minimum 6 deri në 7 orë ndër ti keni celular. Ore njerëzit po harrojnë jetën e tyre aty. Po ti ishte orar pune, do merrni lek spaku. Mirë po ata andaj kohë shumë e shtrenjtë. Edhe andaj porosia jonë, sidomos në aspektin. Është një vargit Thomas Eliot, qesharake koha humbur tallet para dhe pas nesh. Shumë e vërtet. Ne në porosin profetik se kemi, do të shëndeti dhe koha e lirë janë dy dhunti që ne i shpërfillin në vlerën e tyre. Kuptimin ato kanë vlera milionshë, na i shesin për 10 para, 10 qendar ka. 30 aspra. E kjo është problemi, andaj kemi edhe konstatojmë dhe thrasim që në Ramazan kujdes nga çdo gjë që të shpërqendron nga objektivat e agjërimit. Padyshim që leximi i Kuranit, lutja dhe adhurimet tjera janë bazike, janë prioritare. Celulari, domethënë, ose rrjetet sociale kanë me defokusu për këtyre prioriteteve dhe ti kemi kalu Ramazanin e tani vjen momenti. Do ndihesh keqardhje pse nuk e shfrytëzove optimalisht, po tash keqardhja nuk bën dobi. E tani çka ndodh? Do thuash, hajde Ramazanin e ardhshëm unë do përgatitem, do bëj të kundërtën. Dy dilema këtu. E para, pikpyetja e arrin në Ramazanin e ardhshëm. Kjo është pikpyetja më e madhe, sepse në Ramazanin e kaluar kemi qenë simpozium, ka pas njerëz që këtë Ramazan si kemi pasur simpozium. Edhe e dyta do thotë, cila është garanca që ti do të ndryshosh shprehjen tënde. Andaj ne themi ndryshimet duhet të qenë momentale. Jam për këtë pjesën e momentit. Nëse prolongon, nëse e bën. Domethënë, si këtë punë e duhanit, domethënë, o e le ose e le, se kush e le me fazë, në fund se le hiç. Njerëzit duhet lexojnë Kuranin. Ju besoj bëhet kjo thirrje në institucionin e xhamisë, studion. Leximi i Kuranit ka dy nivele. Edhe na thasim domosdoshmë. E para është leximi, domethënë, i cili quhet leximi ritual, për të fituar shpërblimet dhe bekimet e Zotit, edhe e dyta është leximi i kuptimeve për të marrë porositë. Sepse Kurani është në arabisht. Sepse Kurani është në arabisht. Pastaj edhe leximi ritual është i rëndësishëm, por jo bazik.
bazik është leximi i mesazheve të Kuranit. Ne flasim dhe thrasim dhe vazhdimisht argumentojmë se Kurani ka plot thesare që sikur ne ti zbulojmë ato, ne do jo vetëm për vete do përfitojmë, po do kemi një energji pozitive për të ndihmuar këtë rrethin, domethënë që të vetëdijsohet, transformohet, po edhe të reformohet. Edhe kjo është leximi më i rëndësishëm që na thrasin besimtarët, fatmirësisht në gjuhën shqipe është i përkthyer, janë përkthyer edhe komente të ndryshme të Kuranit. Ramazani është momenti kur ne duhet të vetmohemi me Kur'an, të lexojmë, edhe në këtë rast ky lexim të jetë duke u thelluar në kuptimet e Kuranit. Sot në mëngjes lexoja një dietar musliman tregonte një përvojë shumë të bukur të një dietari tjetër, thoshte ai kishte zakon që në çdo Ramazan ta merrte një kuptim prej kuptimeve që i bart Kurani dhe të gjitha ajetet, citatet kuranore, versetet kuranore. Shikonte brenda ta kërkon këtë kuptim. Po. Ti përshtas. Për shembull, durimi që folëm për shembull, edhe brenda gjithë Kuranit, që Kurani ka 6236 versete. Tani në çdo verset që e lexon nga Kurani ta kërkosh kuptimin e durimit. Do të bësh shënime, do të del një mozaik shumë i bukur i informatave. Do të jetë një pra njeriu duhet të bëhet dhe krijues me atë që lexon. Gjithmonë duhet vënë në zbatim të rrojtjes së tij, përditshmërisë së tij, jetës së tij. E para është ngopja intelektuale e tij. Sepse kjo është më kryesorja. Kjo ushqimi intelektual që është një lloj vetëdëshmi. E dyta do të jetë ajo që thotë Allahu, domthonë pastaj edhe normalisht do të reflekton edhe jetën e përditshme të tij. Ju mendoni që njerëzit janë shumë afër këtij leximi? Ja, s'janë, se me qenë do ishte jeta janë ndryshe. Andaj na vazhdimisht i theksojmë këto. Vazhdojmë të flasim, të debatojmë, të insistojmë këto, domethënë edhe ti thrasim njerëzit, ja Ramazanin, nëse s'ke lexuar deri tani Kur'anin sa duhet tani në Ramazan, pasi që edhe ky moment është me rëndësi për ta shpjeguar, sepse Ramazani është muaji i fillimit të zbritjes së Kur'anit. Dhe kjo e bën specifike leximin e Kur'anit në Ramazan, sepse në Ramazan ka filluar zbritja e Kur'anit edhe kjo është ai lidhshmëria. Edhe besimtari duhet të jep rëndësinë e duhur leximit të Kuranit në këtë format që po flasim na, që të përfiton ai vetë. Shifë në porositë profetike është një lutje që thotë o Zot bëje Kuranin pranverë të zemrës time. Kjo është një alegori shumë e bukur e përmendur. Një paralelizëm interesant. Pse pranverë? Sepse në pranverë mbjellen farat. Mbjellen bereqetet. Rigjenerimi i jetës. Edhe andaj Kur'anin, nëse e bëjmë na pranverë të zemrës tona, ajo i lëshon bërthamat e veta, farat e veta në zemrën tonë dhe ato në verës dhe në vjesht. E kuptoj, kanë kapur stinën kryesore. Edhe kështu, nëse se kuptojmë kështu në Kur'anin që të jetë një moment i pranverës për të ofruar freski edhe për të ofruar domethënë bereqete që do i vjeleshin të ardhmen. Të vjelet e vona. Domethënë nuk do kesh kur një farë dobi. Sigurisht duhet fillimi mbar, pastaj vazhdimësia. Nëse ti nuk e ke këtë fillim, nuk mund të marrësh frutet që pret. Edhe ju e dini për shembull kur të lexosh një libër, shembull në leximin e parë i ki përshtypjet e caktuara. Megjithëse domethënë është një përgjigje. Leximin e dytë fillon dhe interpreton. Tani te Kurani kjo është edhe një sekret, se Kurani kërkon lexim të vazhdueshëm. Edhe përdesë është fjalë e Zotit, do thotë sekretet që ti zbulon Kurani individualisht ty janë çdo herë 3 për 3. Edhe andaj ne themi, shumë dikush thotë sa herë do të lexoj Kur'anin. Sa herë që mundesh me lexoj Kur'anin, as herë lexoj. Se çdo herë do të gjesh diçka që s'ke gjetur. Mjafton një herë të thuash kam lexuar Kur'anin. Gjithsesi mjafton, po. Për ne muslimanët domosdoshmë, po edhe për jo muslimanët ne themi vazhdimisht lexojeni Kur'anin. Çka të keqe? Nëse është një libër për shembull, po një libër që duhet me lexu, e kanë lexuar priftë, e kanë lexuar akademik, kanë lexuar domosdoshmë njerëz të thjeshtë, kanë lexuar njerëz të pastër, studios, lexoja Kur'anin. Edhe na i kemi thonë vazhdimisht njerëzve, besimtarë dhe jo besimtarë. Sidomos politikanëve shqiptarë që kanë, domethënë, ndërtojnë stereotipe, shpesh stereotipe të kota. Them lexoni Kur'anin, mos u friksoni, lexoni, pastaj konstatoni çka doni. Edhe konstatimi më të egër bëne, ama lexoni, pa lexuar nuk i drejt flasësh. Sepse nuk është akademikisht e pranuar. Nuk është etike. Nuk është etike. E tani fatkeqësia jonë se shpesh jemi na viktimë me stereotipeve dhe paragjykimeve dhe ndërtojmë qëndrime mbi të dëgjuarat. Pas është kjo, nëse i takon plakave një mentalitet i tillë si takon intelektualit që ashtu të flet për fenë islame, që është një fe madhore, e për Kur'anin veçanti, kur ti e ke para dorës mund ta lexosh, e ke në internet, e ke në tablet, e ke në iPad. Po, Po. Merë minuta me vlerë. Po,
ato sekrete që tham, Po, sigurisht. updatoj ke vetja. Po. Përfiton njeriu, do thotë, momentet e përfitimit janë aq të mëdha sepse Kurani është libër i bekuar. Në momenti kur të rinë ti gjatë kohën libër të bekuar, bekimet e atij librit do të përplasen tek ti. Edhe gjithsesi ti do e shohësh dobinë asaj. Po, është një lloj ballafaqimi, do ti si ne shife Ilir, ju e shihni në më fal që po ju tras në emën, do të nuk pengon kjo afërsi edhe. Absolutisht. Po thjesht mohabeti është shumë i këndshëm edhe po flasim kështu si miq. Një libër kur ti e lexon, do të familiarizohesh me të, miqësohesh me të. Edhe identifikohesh me të. Po para mendon se lexon librin e Zotit. Edhe nëse lexon shumë herë. Ai familjarizim dhe identifikim do të jetë sigurisht shumë i rëndësishëm dhe shumë i dobishëm. Gjithmonë personazhet na bëjnë më të vlefshëm për veten, sigurisht të korrigjuar që mos fati ynë mos të ngjaj fateve të tyre. Flas për personazhet letrar, por sigurisht edhe Kurani, mesazhet, idetë ndikojnë për na bërë më të mirë. Po, andaj edhe në Kur'an ka personazhe, janë profetë e Zotit, për shembull. Është për shembull Isau, Jezusi, është Maria, Meriemja, për shembull, janë figurat që në të bashkëqytetarët e tonë, për shembull, janë figurat të shenjta tek ata. Janë figurat që për shembull edhe një kristian, shembull, nëse lexon Kur'anin do të gjen për shembull edhe biografinë nga Jezusi, edhe pjesë nga Maria, jetesa e Marias, për shembull, që themi na Merieme. Plus, ajo që doja të them është se ka edhe personazhet pozitive, reflektuese, po edhe personazhe negative. Për shembull, atje ka edhe Faraonin, i cili përballet me një mosje, për shembull, edhe po është kjo lloj kontradikta e mira me të keqen. Tani ti gjeje veten ku je atje, a je me mosjen apo je me Faraonin, apo je me Jezusin apo je me reflektime që duhet për ty. Perandorin Romaka, apo je me Muhamedit apo je me Ebu Xhehlin që është figurë për pas leximit. Po. Mirë, i nderuar Hoxh, ne do të kalojmë sërish në publicitet, do të kthehemi në pjesën e tretë me të tjera diskutime. Jemi rikthyer në pjesën e tretë, zonja dhe zotërinj të Infoftes, me mua vijon të jetë i ftuar në studio Hoxh Bekir Halimi. Jemi duke diskutuar sigurisht në kuadër të muajit madhërueshëm të Ramazanit. Do doja ta përqendronim bisedën në këtë pjesë të tretë tek mbajtja gjallë e frymës dhe disiplinës të Ramazanit, po pas përfundimit të këtij muaji. Po, ajo që do të marrim me vetë, ajo që do të mbetet. Kjo është edhe qëllimi i angazhimit. Thatë më falni se po ndërpres pak më herët në pjesën e dytë që ne duhet mësohemi të kalitemi si puna e durimit apo edhe fazave të tjera për atë që përfundon, që mbaron, sekundër është muaj, për atë që do të vi pas përfundimit të këtij muaji. Shumë është pyetje e qelluar sepse Ramazani është një muaj brenda 12 muajve. Që nën kupton se pse s'është bërë çdo muaj, pse nuk është bërë çdo 3 muaj. Që tregon se mundësia për të përfituar vlera është në këtë muaj, të cilat vlerat duhet me të përcjellë në jetën tonë edhe 11 muaj të ardhshëm, deri në Ramazanin tjetër. Kjo është një. E dyta, jo rastësisht Ramazani i ka 30 ditë, që të njëjtat detyra dhe obligime dhe të njëjtën përthithje të vlerave e bën çdo ditë. Edhe ta marrësh me vete pas. Edhe faktikisht kur ti fillon përsëriten ato vlera tek ti gdhenden në kujtesën tonë, edhe në momentin që ti kalon nga Ramazani, po në rregull, po. Ajo që quhet shprehi në gjuhën e psikologëve. Edhe tani ti edhe pa vetdijen mund të kërkon domethënë në ndija jote që të merresh me këtë veprim ose me atë veprim të cilin e ke zbatuar rregullisht gjatë Ramazanit. Edhe kjo tek shkencëtarët e psikologjisë është konstatuar se për ta larguar një shprehi të keq dhe për ta marrë një shprehi të mirë duhen prej 20 deri 26 ditë. Ramazani ka 30 ditë. Për shembull kur është obliguar Ramazani para 14 shekujve, s'ka pas ki studime psikologjike, këtë ka ndalë më vonë. Mi po tani na për t'ia thjestu njerëzve do thotë këto kuptime, i themi se jo rastësisht Ramazani është bërë 30 ditë, që ti brenda çdo ditëve të Ramazanit ti përthishish këto vlera të gdhenden në karakterin tënd që në momentin kur përfundon Ramazani të vazhdosh me këto vlera dhe jashtë Ramazanit. Përndryshe, nëse ti kthehesh avazit 2 vjet pas Ramazanit, realisht kjo jep s'ke përmbushur misionin. Jep signale se ke qenë si përfaqësor në kalimin e Ramazanit. Nuk e ke kuptuar esencën dhe nuk e ke kapur thelbin. Edhe andaj duhet të rishikosh çastën tonë ndër Ramazanit, ajo që besimin në Zot. Po, sigurisht. Ajo që na tani për shembull e bëjmë me shqarimet tona, me mësimet tona, me simpoziumet tona, i ngrisim domethënë edhe i bëjmë të qarta para opinionit objektiva të agjërimit, mekanizmat e arritjes objektivave,
Vlerat që mund të përfitojmë nga Ramazani, që njerëzit t'i kenë qarta para vetes, t'i shënojnë si objektiva të përgjithshme ose objektiva momentale, që t'i arrijnë ato edhe në momentin për shembull që pas Ramazanit mund ta vlerësojnë vetveten. Ta testojnë pas 3 muajve, pas 4 muajve, cilat prej vlerave të Ramazanit vazhdojnë me to edhe 4 muaj 5, cilat prej vlerave të Ramazanit përfundojnë me muajin e parë, e cilat nuk i morën as pak pas Ramazanit. Kështu kjo çështje na ndihmon neve që të jemi edhe pragmatik, por realisht jemi edhe të sinqert, domethënë në komunikimin tonë me Zotin, se në fundit ky është kjo lidhse komunikues. Kjo është kryesorja, Zotin. Kjo është kryesorja e ekzistencës së njeriut. Itikafi është një moment shumë interesant që unë e kam mësuar sot. Ndoshta besimtarët e din, por edhe për ata që nuk e din, unë dua që ndalemi pak në këtë pjesë të tretë. Itikafi është se në momentin kur afrohet përfundimi i Ramazanit, tek besimtar, për shembull, zakonisht njerëzit kur kalojnë në një proces, entuziazmi i tyre është në fillimin e procesit. Edhe ka fundi i procesit zbehet entuziazmi. E kjo është një intervenim, një shenjë që njerëzit të bëhen edhe më plotës, edhe më të fuqishëm. Një intervenim shumë i interesant nga Zoti që në fundin e muajit kur ti trok plagështia dhe zbehet vullneti për adhurimin, i ki 2 komponente, është quhet namazi i natës dhe itikafi. Namazi i natës shtohet intensiteti, nëse ke fal teravin pas jacie, që është për shembull pas orës 8, tani e bën pas mesnate. Fillon domosht ta gjallërosh gjithë natën me adhurime. E intensifikon. Po. Sepse shefe kjo është e zakonshme është ulja e dozës. Në Ramazan është në 10 e fundit rritja e dozës. I ka 2 momente. Momentin e zbehjes edhe humbjes vullnetit e rikthen, dhe momentin ata që kanë kaluar 20 ditë tregullt, tani janë të përgatitur për dozë më të madhe. Edhe ata e përjetojnë krejtësisht ndryshe 10 e fundit. Elementi i dytë është itikafi. Itikafi do të thotë është të qëndrosh në xhami i izoluar nga angazhimet ditore tuaja. E përditshmërisë privohesh. Privohesh, po është një lloj mbyllje në vetvete brenda xhamisë. Në paqe me Zotin. Je në komunikim të vazhdueshëm me Zotin që do të thotë këto 10 ditë janë lutje, janë adhurim, lutje, lexim Kur'ani, do thotë sa më pranë Zotit. Po, do të këtë angazhimet e tuaja të përditshme, do thotë ti shkarkohesh për tyre. Nuk merresh me asgjë, as të gruas, as të fëmijëve, as të punës, do thotë privohesh nga asgjë. Që nga mëngjesi, domethënë 24/7, 10 e fundit, merresh vetëm me adhurimin e Zotit. Edhe kjo është momenti prej momenteve që e shtojnë atë pastërtinë, purifikimin shpirtëror, domethënë purifikimin shpirtëror, që të pastrohesh deri në maksimum, mos të lejosh të ndosë dunjoja, gjërat materiale, as familja, as fëmia, që janë gjëra që zakonisht njerëzit të mëdhon për to edhe bëjnë lehthitje dhe gabime. Pra, për të saktuar janë 10 ditë të fundit të këtij 30 ditë që Ramazan. Bëhet në xhami, nuk bëhet në shtëpi, sepse namazi i xumas është obligativ. Aty duhet edhe të flesh. Po. Domethënë zakonisht rezervohet një skaj i xhamis aty, në kushtet e tilla të xhamis, domethënë pa komoditet. Po, për të treguar një lloj asketizmi, një lloj do thotë përkushtimi i adhurimit, komunikimit vazhdueshëm me Zotin, lutjet e tyre atij, kërkim falje prej tij, lutje për familjen, për besimtarët, leximin e Kuranit, do thotë për uljen, do thotë faljen e namazeve që themi na faljeve, qëndrimi i gjatë në për uljen sejdë që themi na ballin tokë duke vendos, që është prepozitave më të dashura të Zotit për besimtarit, po, që në ato momente ta lut Zotin, sa është për momente që lutjet i pranohet, e kështu me këto momente që agjërushëm, po, gjithkohon je në lutje, gjithkohon je në përgjërim, gjithkohon je në lexim Kur'anit, gjithkohon je në fjalë të Zotit edhe besim. Gjitha ato orë të atyre ditëve janë thjesht adhurim, domethënë. Kjo është një dosë, super dosë faktikisht e një fetarie, një devotshmërie, e cila sigurisht ka me ndihmu atë besimtarin që të kalon vitet javë të ardhshme ose muaj të ardhshëm. Komuniteti e aplikon këtë formë? Po, ka varësisht prej vendeve dhe devotshmërisë që kanë, po shumicën e vendeve, po, gjithsesi, edhe kushteve është edhe se për shembull kene ju e dini se Ramazani lëviz për shkak se Ramazani është në muajt lunar, edhe dimrit kur ka për shembull ndonjë xhami s'ka kushte klimatike të mira për shembull për të qëndruar aty. Edhe bëhet vështirë.
Po kur të është verë, shembull, është shumë më e lehtë dhe zakonisht shumë i Po besoj që edhe ka njerëz që e kanë të ndarë trurin edhe në ditë dimri për ta ushtruar këtë devocion 10 ditor. Po ka besimtar që këtë itikafin mundohen ta shfrytëzojnë duke shkuar në Qabe, në shtëpinë e shenjtë në Mekë. Sepse edhe aty do të qëndrimi 10 sekonda në xhamis edhe më mirë, se xhamia e madhe, xhamia e shenjtë, edhe është xhamia e parë, domethënë që të është adhuruar Allahu i Madhërisht. Në gjykimin tuaj ka shqiptarë që i bashkojnë këtij 10 ditëshi flas për Mekën. Po ka. Plot ka. Edhe në Mekë ka dhe kanë në xhamiat tona, po. Po, nuk e vën dyshim, në xhami nuk e vën dyshim, sepse është një gjë që realizohet kollaj. Kushtet klimatikat janë shumë të përshtatshme, tani janë 33-35 temperatura, edhe ma me kollajllëk, bilim atje duhet të klimatizim për freski, për shembull. Edhe po kemi informata domethënë dhe shohim edhe video dhe fotografi të njerëzve që kanë shkuar dhe qëndrojnë gjithë ditën e fundit brenda xhamisë së shenjtë në Qabe, në Mekka dhe nuk dalin prej aty deri në Bajram. Ka gjatë? Po 10 ditë. Po. 10 ditë, domethënë fundi i Ramazanit është Bajrami. Po, ardhja e Bajramit. Po. Ky 10 ditësh interesant edhe madhor. Janë momente do të ketë momente për avancim shpirtëror. Zoti ta jep mundësinë. E shfryzon, përfiton. Nuk e shfryzon, nuk përfiton. Po, nuk përfiton. Andaj kjo është edhe madhështia e Islamit, nuk ka imponim të adhurimeve, të ritualeve, detyrave, e kemi për zgjedhje, po pastaj shpërimin e ke të madh. Sepse ajo lufta që t'jepën me egon tane, me rrethonat që shpërqendrojnë, ti insiston me qenë rob i nështruar i madhërisë së tij, atëra të paguhet me pagesa të mëdha edhe në këtë botë edhe në jetën pas vdekjes. Mund të jesh besimtar dhe të shtrosh iftar? Sigurisht. Por shtron iftar ndonjëherë edhe duke lëkundur besimin. Tani iftari domethënë i ka dy kuptime. Dhe duket sikur ky rregullator iftari të bën ty që të jesh ka një lloj tentative të vetmashtrimit të disa njerëzve që as nuk janë besimtarë të devotshëm, as nuk kanë ndonjë, do thotë, përkulje kështu madh i Zotit. Ky vetmashtrim, kjo maskë, sapo e cekët, domethënë i lëkund këta njerëz sa ta thonë jemi në rregull, shtrova iftar. Sepse rregullat fetare janë të qarta, fatmirësisht, domethënë, dhe janë aq të thjeshta, aq të kuptueshme që s'lën hapësirë dikujt ose të mashtrohet për shembull me një iftar, supozojmë shembull, ti nuk i falesh Zotit në 5 ditë, 5 obligime ditore që ke, shton iftarin. Domethënë, kjo e mirë që ti e bën, është shumë e vogël krahasim me këtë gabim që ti e bën. Është perfekte të funksiononin dy. Po, edhe për shembull kjo mirësi nuk të shfaqëson nga ky gabim. Nëse dikush mendon se unë do të shtoj një iftar, dhe me këtë iftar shlyer pjesën e lutjeve. Obligimit tema të mia, ai ka gabim. Na i themi ti vazhdo me shtrimin e iftarit, se kjo është vepër e mirë. Ama më madhështore se kjo është kjo. Ose ktheu tek besimi i Zotit. Se kjo është obligimi yt personal, subjektiv. Nëse ti këtu dështon, kjo nuk ta mbulon këtë dështim. Sikurse për shembull, një student e ka ditën e provimit. Edhe nuk përgatitet për provim, por lexon një fletush, se s'po tham libër, por një fletush në libër. Edhe ne i themi, thotë tash vjen në provim edhe nuk është përgatitur, edhe kur i thot profesori pse s'e përgatit, thotë kam lexuar, po themi, fal, ama ti ke provimin, s'ke kohë të lexosh. Ajo gjë e mirë është, por në kod gabuar. Tani ke provimin edhe na i themi, por iftari është gjë e mirë, edhe vazhdo ta bësh, mirë po provim kemi ngel. Po sigurisht. Duhet marrësh fitosh provimin me Zotin. Tani, nëse dikush e bën nga mosdia, i themi në rregull, është na do të mundohemi të bindim të mësojmë, faktikisht të informojmë. Nëse e bën që është moment donjëherë për interese politike, interese domethënë të krijimit një lloj autoriteti në masë, unë jam me besimtarët, nuk fiton asgjë për asaj. Adhurimi do të jenë sinqerta për Zotin. Jo për interesa materialiste, meskine. E feja është madhore, që feja nuk pranon gjërat të vogla. Këto lloj lojrat mund t'i bën njeriu në segmentet e tjera. Por jo në përballë besimit. E di se është më bëti, se unë e ti nuk ja dim sekretet njëri tjetrit. Po Zoti e din. Ati nuk ti, për shumë mund të mashtrosh ti mua, ose unë e ty, më falë tash se kam qëllim unë e ty, po ne mund të mashtrojmë njëri tjetrin,
Mirë, po s'mund ta mashtrojmë Zotin. Edhe andaj Allah i Madhëshëm në Kur'an e ka një verset e thotë, fshiheni nga njerëzit, e nuk fshiheni nga Zoti. Allahu i din gjithë ato që i bani ju. Dhe thotë, ti nëse mendon pse u fshehe nga njerëzit, kjo të amneston ty, po ti duhet të jesh. Po përballë Zotit nuk je amnestuar, po se ti duhet të kesh frikë më tepër Zotit, aty s'mund t'i fshihesh. Aty s'mund t'i fshihesh. Edhe andaj te ne muslimanët, sinqeriteti që është gjë e brendshme në raport me Zotin është bazike. Edhe çdo adhurim që i mungon sinqeriteti, këtu Ramazani neve na mëson të jemi puritan në sinqeritet, nuk pranohen ato veprat e Zotit. Se te Zoti pranon vetëm veprat e sinqerta, që janë të pastra me qëllim për të fituar kënaqësinë e tij, asgjë tjetër. Këtë tjera që bën, për shembull, unë nëse flas, edhe pse jam hoç, nëse flas për të marrë miradin nga popullata, pëlqimin, që të etiketohem si ligjërues i mirë, jo për fitu kënaqësinë e Zotit, s'ka gjë. Po. S'ka gjë utiliteti, jo, nuk e. Unë flas për veten time, s'flas tash për të tjerët. Edhe gjithë adhurimet tona janë të njëjtës kategori. O i bëjmë për Zot, e fitojmë, mos i bëm për njerëz mos u lodh. Sa për të dukur. Se nuk e gjen dobi në asaj askont. Edhe ata njerëz që do të lavdrojnë për momentin e ardhshëm që nuk do ja hapish atë iftar kanë me çfarë. Kush e bën për Zotin, ai ka më qenë i lavdruar vazhdimisht për Zotin, fillimisht pastaj edhe për njerëzve. Është si thua me vetveten i ballafaqur. Ti je i sinqert, drejt për drejt. Ti je i pastër, po ti je do thotë e qartë pse e bën të këtë fundë. Edhe kjo është ajo që, domethënë, agjerimi na mëson se është agjerim me adhurim i fshehur. Që mund të mos ta agjerosh, ti thush ti agjeroj se kush mund ta vërteton, ai agjerosh më jo. Po shikon Zotin. Me po aty nuk mund t'i fshesh, andaj kultivon sinqeritetin në mënyrë maksimale, agjerimi si adhurim gjatë Ramazanit. Ky kultivim me thatë mirë i sinqeritetit i bën gjërat më të drejtë për drejta, më të besueshme dhe më të forta në këtë komunikim që themi ne mes krijuesit për Zotin dhe vetë njeriut. Unë do doja edhe një mesazh që doni ju mund t'ju jepni njerëzve për ta përjetuar Ramazanin sa më plotësisht në këtë muaj të madhërueshëm. Mendoj se çdo besimtar duhet të arrijë dozën e dashurisë ndaj Zotit. Dhe gjitha nështrimet e tyre, karshi urdhave Zotit i bën nga dashuria për te dhe respekti që ka për marrjen e Zotit. Ajo të qëndrohet në një vullnet të skajshëm që çdo ditë Ramazanit të shfrytëzon optimalisht, duke llogaritur minutat e Ramazanit, jo orët, sepse është një mundësi e artë e cila tipet një herë në vit. Të vjen pra të shfrytëzosh edhe shkon shpejt, sekondat le të themi. Edhe sekondat. Doja të përmend sekondat, por thash e lash me minutat që ti jemi pak më realist se saktë është edhe sekondat për t'i përdorur. Po, gjithkohë. Shfrytëzoj kohën optimalisht, llogaritë vetën tonë çdo mbrëmje, sa ke arrit për të planifikuarave tuaja, rritë dozën e suksesit çdo ditë. Në fund do jesh ti më i kënaqur dhe më i gëzuar. Shifë edhe këtë për ta përfunduar. I dashuri i Zotit Muhammed, lavdi dhe bekimi Allahut qoftë mbi te, profeti i Zotit thotë kështu: agjëruesi ka dy gëzime. Gëzohet në momentin kur han iftarin, edhe gëzohet në momentin kur takohet me Zotin e tij. Pse? Kur han iftarin, mund të thosh gëzohet se han bukë tani, se ka ndet 18 orë pa bukë, edhe se zakonisht është uria, ama kjo është çarimi më i përfaqësuar më i rëndësishëm. Gëzohet kohën e iftarit për triumfin ndaj egos atij. Kjo është madhështore. E nëse ti 30 ditë triumfon ndaj egos ti, edhe çdo vit nga jeta jote ti agjeron, kur dalësh para Zotit ditën e llogarisë, do jesh i gëzuar me shpërblimin që ka me ta dhënë Zoti. A shpërblimi për agjerimin? Ne nuk e përmendëm. Allah i madhëshëm thotë çdo vepër që e bën njeriu është për te, përveç agjerimit. Ajo është për mua dhe unë shpërblej për te. Nuk e përmend, nuk e specifikoj shpërblimin. E di pse? Sepse shpërblimi është në bazë madhështisë Zotit. Është e papërcaktuar. Ti paramendos çfarë shpërblimi e pret agjeruesin. E ku mos i gëzohesh asaj ditë? Po patjetër. Po mos i gëzohesh asaj ditë. Unë ju falenderoj që u pata në studio. Faleminderit edhe juve. Këtu në Infoftes është kënaqësi, nuk e fsheh dhe sigurisht uroj që
T'ju kem dhe herë të tjera. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi edhe ime që isha bashkë me ju në këtë bashkëbisedim. Faleminderit Ose zotin gjithë do bëshim edhe për dëgjuesit edhe shikuesit e sot shtatës. Faleminderit shumë. Nderuar miq, kemi qenë me Hoxh Bekir Halimin në këtë infoftesë për këtë tentë këtu në Sot Shtat. Ju kujtoj për ata që nuk e kanë mundur ta shohin këtë emision, ai do të ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi radhës tentën tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natën e mirë.